Në qoftë se kjo fjalë, pra fjala sikur thuhet duke shpresuar të mirën apo duke sqaruar dhe thënë të vërtetën, apo duke përfituar nga e shkuara, atëherë fjala sikur lejohet. Ala sabili tamanni al-khair qawluhu law anni istaqbaltu min amri ma istadbartu lama suqtu al-hadya wala ja'altuha umrah. Kështu që si shembull, pra duke shpresuar të mirën është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë këtë gjë në hadithin e tij, hadithin e saktë, nëse do ta kisha vepruar edhe një herë përcaktimin e haxhit, sepse ai e bëri haxhin qiran, pra bashkoi umrën me haxhin, atëherë nuk do e kisha marrë me vete qurbanin dhe do kisha filluar me umrën. Mithalu bayani as-sawab, shembulli i sqarimit të vërtetës, law annaka qaddamta hadhihi al-muamala ala maktab fulan lama rufidat walakinaka akhtat. Pra, në këtë rast, duke sqaruar të vërtetën, siç mund të themi që nëse nuk do ta kishe çuar këtë procedurë apo këtë letër në filan vend, atëherë nuk do të ishte refuzuar, pra duke ja sqaruar tjetrit që është, pra kjo është e drejta dhe e vërteta.